Të nderuar qytetarë të Elbasanit, i nderuar drejtues politik, zoti Mazniku, i nderuar prefekti i qarkut të Elbasanit, nderuar deputet, të nderuar miq, pasardhës shënuar për Elbasanin, është një ditë ku Elbasani i ka thënë me pushk në dorë po lirisë, po qytetarisë, po shtetformimit shqiptar. Sot kujtojmë ditën e shënuar të para 81 viteve më parë, kur ëndra dhe dëshira e qytetarëve tanë u bë realitet me çlirimin e Elbasanit. Një ëndër e bë realitet fal sakrificës, gjakut dhe trimërisë së bijve e bijave tona më të mira të këtij qyteti, të cilët luftuan me guxim të jashtëzakonshëm për liri. Le t'i kujtojmë me nder e mirënjohje në këtë ditë të shënuar për ne. Dita e çlirimit të Elbasanit nuk është vetëm një përvjetor historik. Ai është një moment i reflektimi, një ditë krenarie kombëtare dhe një thirrje për unitet, dashuri dhe përparim. Kjo ditë na kujton gjithçka që kemi ndërtuar së bashku dhe na fton të jemi optimist për të ardhmen që mund ta formojmë bashkarisht. Të gjithë ne i përkasim një qyteti me histori dhe vlera, një qyteti që ka dhënë mësues, punëtor, artizan, njerëz të zakonshëm me shpirt të madh, por edhe kultura të shquara, figura të shquara të kulturës, të arsimit dhe të shtetformimit shqiptar. Njerëzit kanë ditur të sakrifikojnë, të punojnë dhe mbi të gjitha të ëndërrojnë për një Elbasan më të mirë. Sot ne u jemi mirënjohës atyre që dhanë jetën për çlirimin e Elbasanit dhe të Shqipërisë. Me veprën e tyre, ato na mësuan të kemi guxim për të Elbasani sot është një qytet që ecën përpara, një qytetarin, ne do të ecim përpara ashtu siç na e kanë lënë porosi ato që dhanë jetën për
Elbasanit, rroft Elbasani, rroft Shqipëria. Lejoni të ftoj ditës çlirimit, një momenti që neve rikthehemi në histori për të vlerësuar, për të kujtuar heronjtë tanë, njerëzit cilët dhanë jetën për qytetin, për atë dheun, për çlirimin e Shqipërisë, është një moment i mirë për të ndaluar dhe për të kujtuar pak në kohë. Sfidat që njerëzit duhet kënë pasur para 85 vitesh. Një iri atëherë me gjasa ka dashur gjërat ngjashme me një të ri sot, që të ketë mundësi të arsimohet, të punoj, të krijojë një familje, të zhvilloj familjen e vet, shtëpinë e vet. Por në atë kohë, kjo ishte një çështje e cila dukej e pamundur. Në atë kohë, situata e të gjithë botës i thirrri njerëzit që të marrin disa vendime shumë të vështira. Në cilin kah të historisë do të vendosej Shqipëria, në cilin kah të historisë do të vendosej Elbasani, me cilën palë do të zgjidhnin të ishin njerëzit, me ata që ishin në pjesën e të keqes apo ata që ishin në pjesën e të mirës. Dhe kur e kthen kokën mbrapsht në kohë, kupton se çfarë kurajo, çfarë force, çfarë heroizmi real kanë pas ato djemë dhe vajza të cilët para 85 vjetësh zgjodhen që jo vetëm ta vendosin Shqipërinë në krahun e duhur të historisë, në krahun e zhvillimit, në krahun e progresit, në krahun e njerëzimit, në krahun e të mirës, por e bën këtë duke sfiduar çdo forcë të madhe në kohë dhe e bën duke dhënë jetën e tyre për çlirimin, për atë dheun dhe për të kaos. Dhe si rrjedhoi atij vendimi të disa njerëzve guzimtar, Shqipëria u vendos në kahun e dur të historisë. Dhe sot ne mund të themi me kënaqëri që jo vetëm këta djemë dhe vajza luftuan për çlirimin e Elbasanit, por këta djemë dhe vajza luftuan për çlirimin e Shqipërisë dhe vendosën Shqipërinë në kahun e duhur të historisë. Dhe na japin ne mundësinë sot të jemi krenar që Shqipëria në çdo moment, atëherë si në çdo moment, ka qenë në kahun e dur të historisë, jo në kahun e errët, kur jo pak vende dhe pranesh u vendosën. Në ëndrrën e tyre, zhvillimin e tyre, familjet e tyre, jetën e tyre. Dhe do të vijojë të ketë gjithmonë sfida. Dhe sot ne kemi një sfidë e cila është përmbyllja e asaj sfide që u nis para 85 vjetësh nga heronjtë tanë, nga partizanët, nga njerëzit që luftuan për çlirimin e dheut, që është vendosja e Shqipërisë në kahun e Evropës. Por sot, me një sakrificë shumë herë më të vogël, ne na duhet të përmbyllim atë ëndër, duke siguruar që ëndra e dëshmorëve tanë të realizohet plotësisht, duke çuar Shqipërinë në Evropë dhe duke u siguruar që Shqipëria të jetë pjesë e asaj ëndre që nisën atë ditë, atë kohë heronjtë tanë. Dhe sot mund të themi që jemi në përmbyllje të asaj ëndre, ndaj lavdi dëshmorëve, lavdi njerëzve që dhanë jetën për atë dheun, rroft Elbasani. Në Shqipëri, të potetët tonë, mrekullueshëm, e nderuar kryetari i Këshillit Qarku dhe të gjithë përfaqësues të lartë të pushtetit. Edhe të shprehem sot me tërë atë fuqi që ka organizata jonë për të nderuar këtë ditë, se shpirti, sepse që në fëmijë, që i vogël, ne kemi përkujtuar këtë ditë ngjarje, që na erdhi nga historia jonë e jashtëzakonshme. Nga historia epokale e luftës antifashiste nacional çlirimtare e popullit tonë si asnjëherë në jetën e vet. Dhe siç u përmend pa përsëritur njëri tjetër. Do ta përkujtojmë këtë ditë edhe në shekuj, sepse është gjëja më e madhe që i përket një populli, siç i përket Elbasanit tonë.